Po të shikoni në vija shumë të shpejta gjithë historinë e shqiptarëve, kur thëmë shqiptarëve më përfshi edhe ilirët, sepse gjithë faktet tregojnë që ka një vazhdimësi ilirë shqiptare dhe na vërtet kemi prejardhë nga ilirët, atëherë mund në pika shumë të shkurta mund të shohim cilat kanë qenë pasojat e sundimeve të huaja për të pa në këtë sfond pastaj edhe pasojat e sundimit osman, sepse kjo është mënyra për të shikuar realisht gjërat. Për shembull, në periudhën e sundimit pararomak, ilirët dhe iliria janë shtri prej lumit Istër që është Slovenia sotme, përgjatë gjithë rrjedhjes së Danubit deri në detin e Zi dhe pastaj 8 pjetë në detin e Gje dhe ka përfunduar në Adriatik. Është një autor i shekullit 5, Pseudos Kimni quhet, që ka prezantuar jetën e ilirëve në shekullin e 5 para pushtimit romak, në cilin fol për format e sundimit tek ilirët që thot qeverisen me August ose në variantin Helen të qytetit shtet, ose thot kanë edhe versionin e tretë të vetë qeverisjes, pastaj tregojnë që janë njerëz që lavrojnë tokën, që domethënë janë vendali, që janë njerëz përkashtuar ndaj fesë, ndaj mikpritjes, janë optimist ndaj jetës e kështu me radhë. Pra ka një sistem të tërë vlerash. Këto vlera janë shkatërruar pothuajse totalisht me ardhin e sundimit romak. Sundimi romak ka sjell ndër tjera romanizimin e popullsisë, ashtu që 2/3 e popullsisë janë shkri, janë zhduk, janë romanizuar dhe ilirët janë të kurrë dhe janë defaktorizuar në skenën e historisë. Pastaj ka ardhur sundimi bizantin që ka vazhduar me një proces të ashpër të helenizimit të popullsisë, i cili ka ardhur deri në pikën kritike saqë Peter Bartell, një historian i famshëm gjerman, thotë që në kohën e kryqëzatës 4, domethënë vitin 1204, kur kryqëtarët e kanë pushtuar Konstantinopolin, thotë popullsi albanofone ka qenë vetëm një zonë relike e çunaj, zona e Matit. Aty ku në fakt ka lind edhe ajo që quhet shteti i Progonit. Ajo është kontinuitet i vetmja zonë që ka ruajtur, zonë e pa romanizuar, ka qenë ajo zona e Matit. Dhe aty ka lind pastaj shteti i Progonit dhe kështu me radhë. Pra, pastaj ka ardhur sundimi serb, i cili e ka quajtur edhe matutje përpjekjen asimiluese ndaj shqiptarëve me zakonin e Cardushanit që ka ndaluar të ashtu quajtur në herezi latine, pra i ka përndje këtë krishterët latin dhe ka pas fe zyrtare vetëm ortodoksin serbe. Dhe në këtë kontekst pastaj kanë ardhur osmanët. Osmanët kur kanë ardhur, popullsinë shqiptare kanë gjetë para zhbërjes, edhe etnike edhe gjuhësore. Me ramin e shtetit serb, popullsia albanofone përfundon të kurrja e saj dhe fillon një proces i konsolidimit të saj, i zgjerimit të saj demografik, dhe në fundin e perandërisë osmane, popullsia shqiptare ka banuar deri në para lagjet e Beogradit, duke përfshirë edhe Nishin, Leskovcin, Vranjen, manastirin, pra ka pas një kthim spektakular të popullsisë albanofone në zonat e vjetra ilire. Pra nga pikpamja demografike, nuk na rezulton që osmanët kanë bë dëm demografik.